Pse po stresohesh? Pse po mon kaq shumë gjona në zemrën tënde, duke menduar se gjithçka vjen nga ti? Por mbaje mend, Allahu është El Wakil, krijuesi i jetë, i di mundimet tua, dhimbjen tënde, netet e tua pa gjë. Pse shqetësohesh kaq shumë? Bën sabër, durim. Plani i Allahut është gjithmonë më i mirë se plani yt. Ndoshta ajo që ti kërkon nuk është ajo që është më e mira për ty tash. Ndoshta vonesa asoj dëshire po të shpëton nga diçka e dëmshme. Profeti Muhammed, poqa dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të ka thënë: kushdo që mbështetet tek Allahu, ai i mjafton. Prandaj, faluni, bëni dua dhe largjani atij. Kjo dynjë është e përkohshme, stresi, dhimbja, mundimet, të gjitha do të kalojnë, por mëshira dhe shpërblimi i Allahut janë të përjetshme. Prandaj merrni frymfell, lëreni zemrën të pushoj dhe thuaj: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu më mjafton mua dhe ai është rregulluesi më i mirë i punëve. Ti nuk je vetëm, ti nuk e qenë kurrë vetëm. Allahu është me ty.